Pas shkatimit të mandatit të kryetorit aktual, e që kjo është dispozita e vetme ligjore që lejon zgjedhjen e kryetorit. I kundërshtojmë në tërësi pretendimet e partijës, janë të pabazuara. Për herë të parë dëgjojmë pretendimet se rregullorja e punës nuk është akt ligjor. Kushtetues dhe duke kursyer kohën tuaj, kërkojmë nga ju që ta deklaroni të palehtëshëm dhe ta shfuqizoni ninin 3.2 të rregullorës së punës së KPM-s. Një institucion pavarur kushtetues, ajo do të ishte cënimi i interesit publik. Jo zgjedhja e tij. Ligji e jep vetëm një moment ligjor, e që është pas momentit pas shkatimit të mandatit të kryetorit aktual, e që kjo është dispozita e vetme ligjore që lejon zgjedhjen e kryetorit. Nëse kjo dispozitë ligjore është e pazbatueshme, atëherë zgjedhja e kryetorit është e kundërligjshme për shkak se s'ka dispozitë tjetër. Bazuar në deklarimet e thëna gjatë kësaj seance, në bindjen tonë ka një përzierje konceptuale në mes të interesit publik dhe interesit në një të drejtë subjektive private. I kundërshtojmë në tërësi pretendimet e partijës, janë të pabazuara, nuk janë fare të argumentuara si të tilla dhe thjesht janë sipërfaqësore në kuptimin e tonë si pale paditur dhe presim nga kjo gjykatë në vendim meritor në bajtim duke respektuar në tërësi mandatin e institucionit pavarur kushtetues për ta bërë organizimin në branshën në mënyrë të pavarur dhe presim një vendim i cili do ta refuzon padinë e palës padicë dhe do ta konfirmon dishmërinë e punës së Komisionit Pavarur për Media, qoftë në aspektin procedural, qoftë material. Çdo përcaktim, çdo kalim në një moment tjetër, jashtë këtij momentit përcaktuar me ligj është shkelje ligjore. Konsultimet publike si një praktikë e mirë, qeverisëse në rastin e akteve në ligjore të KPM-s parashohin obligim ligjor. Për faktin që këto konsultime publike nuk janë zhvilluar në rastin konkret për post materjes, edhe procedura e miratimit të kësaj rregullore është e kundërligjshme. Për herë të parë dëgjojmë pretendimet se rregullorja e punës nuk është akt ligjor. Nëse do ishte kështu, atëherë pyetja është se çfarë është? A është ligj apo është vendim individual? Kuptohet që nuk është ligj dhe kuptohet që nuk është vendim individual që vendos mbi një marrëdhënie specifike administrative. Rregullorja e punës është akti më i rëndësishëm i funksionimit të një institucioni në rastin konkret Komisionit të Pavarur të Mediave. Sikur kjo rregullore mos të cilësohet si akt ligjor, atëherë definitivisht se secili institucion do mund ta zaventësonte ligjin përmes rregullorës për shkak se nuk do të kishte asnjë mjet juridik ndaj saj. Për këtë arsye, Pala Padicë vlerëson se këto pretendime janë të pabazuara dhe Gjykata Supreme ka kompetencë ekskluzive dhe plotësisht të qartë për të vendosur në këtë rast. Duke ditur se objekti i kësaj padije nuk janë dyshimet për politizim të KPM-s, por lishmëria e rregullorës së punës së këtij institucioni pavarur kushtetues dhe duke kursyer kohën tuaj, kërkojmë nga ju që ta deklaroni të palehtëshëm dhe ta shfuqizoni ninin 3.2 të rregullorës së punës së KPM-s të miratuar me 17 janar 2025. Rregullorja e punës së KPM-s është rregullore e cila përcakton veprimet procedurale specifike vetëm për anëtarët e Komisionit dhe zyrën ekzekutive. Vjedhimisht, në preambulën e saj është shënuar qartë se është akt i brendshëm. Konsultimi publik për një akt të brendshëm është në kundërshtim me vetë natyrën e aktit. KPM ka 10 akte normative nënligjore, të cilat i ka vendosur në konsultim publik. Dhe vjedhimisht, nuk kemi asnjë rast të vetëm kur aktet nënligjore normative nuk kanë dalë në konsultim. Jo keni përmend që është në kundërshtim me interesin publik. Pjesë absolutisht e paargumentuar, për arsye se mos vetëm mungesa në një titullari në institucion pavarur kushtetues. Ajo do të ishte cënimi i interesit publik. Jo zgjedhja e tij.